Sot, lutu përmes fjalës me David Platt. Të dua o Zot, forca ime. Zoti është kështjella ime, fortesa ime dhe çliruesi im. Perëndia im, shkëmbi im ku gjej stre, mburoja ime, fuqia e shpëtimit tim, streha ime e lartë. Psalmi 18, vargu 1 deri në vargun 2. Lejojeni këtë të rënjoset në ju. Këto janë përshkrime të ndryshme të Perëndisë, se kush ai është, jo thjesht në thelb me cilësitë e tij, por atë që ai është në jetën tona. Ai nuk është thjesht shkëmbi, ai është shkëmbi im. Nuk është thjesht fortesa, është fortesa ime. Nuk është thjesht çliruesi dhe shpëtimtari, është çliruesi dhe shpëtimtari im. Nuk është thjesht Perëndia, ai është Perëndia im. Kjo na përsëritet vazhdimisht. Të dua o Zot, forca ime. Zoti është kështjella ime, fortesa ime dhe çliruesi im. Perëndia im, shkëmbi ku gjej stre, mburoja ime, fuqia e shpëtimit tim, streha ime e lartë. Ai flet për këtë 9 herë të ndryshme. Në 2 vargje, ai flet për atë që Perëndia është për të. Edhe 2 fjalë përmbledhin të gjithë këtë. Të dua o Zot. Ti je të gjitha këto gjëra. Unë të dua sepse ti je gjithë këto gjëra për mua. Kështu unë do të lutem për ju sipas Psalmit 18, vargjet 1 dhe 2. Dua të lutem sipas këtyre vargjeve, me idenë se ju e njihni Zotin, që keni vendosur besimin tuaj te Jezusi si Zot, dhe që keni marrëdhënie të restauruar me Perëndin, sepse për të gjithë ata që kanë besuar te Jezusi, secila nga këto gjërat e Psalmit 18, vargjet 1 dhe 2, janë një realitet për ju. Ndaj unë dua të lutem sipas këtij psalmi për ju. Zot Perëndi, unë lutem për motrat dhe vëllezërit që po dëgjojnë tani. Lutem që ti të jesh forca e tyre në mes të dobësisë. Dobësi do të thotë që ata nuk mund të bëjnë asgjë pa ty. Bëhu forca e tyre sot. Bëhu shkëmbi i tyre në një botë ku ka shumë ndryshime. Bëhu shkëmbi i tyre, themeli i tyre dhe fortesa e tyre. Perëndi, unë lutem që të jesh një fortesë përreth tyre, ndërsa ata jetojnë sot. Bëhu fortesa dhe çlirimtari i tyre. Ashtu si ti ke shpëtuar ata nga mëkati i tyre, nga vdekja dhe ferri, lutem që ti çlirosh ata nga mëkati sot. Çliroj ata nga vetja e tyre që të mund të ecin në jetën që ti ke mundësuar për ta. Bëhu Perëndia i tyre. Unë lutem që ata të shohin kotësinë të gjithë perëndive të tjerë të kësaj bote. Bëhu Perëndia i tyre i vetëm, shkëmbi ku ata gjejnë stre. Unë lutem që ata të mund të gjejnë stre tek ti sot. Bëhu mburoja i tyre ndërsa përballen me sulme dhe tundime. Bëhu mburoja i tyre ndërsa gjëra të ndryshme përplasen te ata sot. Ruaj dhe mbroj. Bëhu shpëtimi i tyre. Unë lutem që ata të jetojnë me gëzimin e shpëtimit tënd në jetën e tyre, të jetojnë me dashurinë që ti ke për ta. Bëhu kështjella e tyre. Ndërsa lutem, kujtoj Hebrejt kapitulli 13. Zoti është ndihmësi im dhe unë nuk do të kem frikë. Çdo më bëj njeriu, unë lutem që të gjithë frikët në jetët e tyre të largohen, që ata të dinë se ti je kështjella e tyre. Unë lutem në fund që thirrja e zemrave të tyre tani të jetë, të dua o Zot. Unë të dua Zot, ne të duam. Ne të lavdërojmë që je gjithë këto gjëra për ne. Zot, unë të dua që ti je gjithë këto gjëra për mua dhe për motrat e vëllezërit e mi që po dëgjojnë tani. Ne të duam o Zot, forca jon, shkëmbi ynë, kështjella jon, çliruesi ynë, Perëndia në të cilin gjejmë strehim, mbrojtja jon, shpëtimi ynë dhe fortesa jon. Unë lutem për të gjitha këto në emrin e Jezusit. Amen.